Në Wales, përpara se topi të niste të rrotullohej në fushë, një moment i veçantë bashkoi edhe më shumë komunitetin shqiptar me kombëtaren e vajzave. Fëmijët e diasporës shqiptare, të veshur me ngjyrat kuqezi, patën mundësinë të shoqëronin ekipin në fushë, një përjetim që për ta shkon për te futbollit. Një kujtim që lidhet me identitetin, me rrënjët dhe me krenarinë për të qenë shqiptar. Gjithë komuniteti jon janë shumë të gëzuar dhe normalisht edhe fëmijët për këtë opportunitet që na dhat. Përshtasim edhe vajzat dhe normalisht që të arrim të mbajmë atë rrënjët nga kemi ardhur. Normalisht kjo është iniciativa më e madhe për ne si komunitet këtu. Për komunitetin shqiptar në Wales, këto nuk janë thjesht ndeshje, janë momente që bashkojnë brezat e tërë, edhe pse të shpërndarë në vende të ndryshme, ata bëhen gjithmonë bashkë për të mbështetur kombëtaren në fushën e lojës. Ne na bën krenar që t'jena këtu, t'jena afër skuadrës të femrave, kombëtares. Kuptohet në fakt ne vim ose grupi vjen nga Cardiffi, ku është kryeqyteti, pra këtu je në një anë tjetër të Walesit. Në mënyrë theksume, gjithmonë komuniteti këtu është i vogël me numër, por ama janë shumë ka një pasion të jashtëzakonshëm për futbollin. Një komunitet i vogël në numër, por i madh në zemër. Për disa, kjo lidhje me Shqipërinë është ndërtuar ndër vite, larg vendlindjes. Tradita është diçka që ne duhet t'i ruajmë, dhe duhet të jena shumë të koshient, sepse unë ka gati 30 vjet që jetoj këtu, dhe familja ime në fakt përbahet edhe gruaja ime është angleze, që kështu kalamajt kanë lind këtu, por ama ka një pasion dhe janë shumë dhanë mas Shqipërisë, që kështu gjuha është shumë një gjana që ne na bën diferencohemi nga vim. Është kaq bukur që kudo ku shkojmë, gjejmë fansat tonë që mbështesin kombëtaren shqiptare, ashtu sikur se i kemi gjetur edhe në Wales, por është akoma më bukur kur shohim fëmijët e tyre të cilët duan të përqafojnë kombëtaren shqiptare dhe ngjyrat tona kuqezi. Vajzat shqiptare, kombëtarja jonë me vajzave do të dalin në fushë kundër Walesit me 11 vajza dhe djemë shqiptar, të cilët nga Federata Shqiptare e Futbollit kanë marrë si dhurat një uniform të kombëtares. Disa prej tyre kanë udhëtuar me orë të tëra, vetëm për të qenë aty, për të mbështetur Shqipërinë dhe ngjyrat kuqezi. Kam marrë nga 200 kilometra për të parë këtë ndeshje. Jam shumë krenar që është Shqipëria që luan kundër Walesit. Jemi shtet i vogël, por kemi arritur që të luajmë këtë kaq shumë mirë. Ruajtja e gjuhës, e traditave dhe identitetit janë sfida të përditshme të diasporës, por futbolli mbetet një nga urat më të forta që i lidh me Shqipërinë. Futbolli për diasporën është shumë i mirë, sidomos për fëmijët tanë që rriten të marrin një kulturë dhe të luajnë shpesh për Shqipërinë, për të thënë Shqipërinë të ardhmen. Futbolli normalisht është shumë i rëndësishëm për diasporën, është shumë i rëndësishëm sepse fëmijët normalisht kanë lindur në vende të ndryshme të Evropës, për shembull vajzat nuk kanë në Angli, është shumë e rëndësishme që të shikoj prej nga kemi ardhur ne dhe sa ne personifikojmë. Në këtë histori, ndoshta rolin më të rëndësishëm e luajnë fëmijët, ata që rriten mes dy kulturave, por që e ndjejnë Shqipërinë si pjesë të tyre. Unë jam Ornella, jam 9 vjeçe, ende vim nga Shqipëria. Unë dihem shumë e lumtur se ngjyra kuqe edhe zezë o ngjyra flamuri, ngjyra ime më e preferuar. Unë jam prej Shqipërisë, jam 10 vjeçe dhe kam ardhur prej Cardiffit. Ndjej veten 100% shqiptare. Një ndjenjë që nuk zbehet me distancën dhe kilometrat, përkundrazi, forcohet gjithnjë e më shumë. Unë jam shumë krenar, por sidomos fëmijët e mi janë jashtëzakonisht krenar për vetë faktin që edhe Federata ka dhënë një kontribut simbolik, por shumë domethënës. Pra, jemi shumë mirënjohës edhe na jush, sepse kjo është një arritje që realisht Federata po bën gjanat të duhura në kohën e duhur. Federata Shqiptare e Futbollit vijon të mbajë gjallë këtë lidhje me diasporën, duke i bërë ata pjesë të çdo rrugëtimi të kombëtares,
Ne dim shumë mirë që diaspora shqiptare ka mbështetur kombëtaren tonë, jo vetëm të djemve, por edhe të vajzave kudo ku ata kanë shkuar. Pavarësisht se këtu në Wales, në një numër më modest dhe më të vogël, ne u gëzuam shumë kur i pam të gjithë në hyrje të stadiumit me flamujt kombëtar dhe me fëmijët e tyre, për të ardhur për të parë vajzat e kombëtares tonë në të sfidë të rëndësishme. Padyshim, vetë Federata Shqiptare e Futbollit i ka inkurajuar gjithmonë më shumë fansat e kombëtares tonë, jo vetëm ata në Shqipëri, në Kosovë, kudo në trojet shqiptare, por edhe ata të diasporës për të qenë pjesë e rrugëtimeve tona të suksesit apo edhe të dështimeve të cilat janë pjesë e lojës, por është e rëndësishme që të dim të rikthehemi në fushë më të fortë se kur, dhe kjo nuk mund bëhet pa entuziazmin e shqiptarëve, fansave tanë kudo që janë. Shqipëria mund të jetë vetëm një vend në hartën e botës, por kurrësi jo në hartën e zemrës së shqiptarëve të diasporës. Forca Shqipëria!